Përsërisë së bashku të nderuar shikues, tashmë për pjesën e dytë të ndeshjes së basketbollit për femra kategoria U18. Kemi lënë pas pjesën e parë, Vllaznia dhe Rosës, skuadra nga Premeti, pjesë e parë mbyllur me fitoren e skuadrës Kuqe Blu me rezultatin 23-15. Ndërkohë që perioda e parë është mbyllur me fitoren e skuadrës Mysafiri 6-8. Kryeson skuadra Kuqe Blu e drejtuar nga trajnerja Ingrid Dashja, ndërkohë që Dea Hushi, gjyqtarja e takimit, jep sinjalin në këto momente për fillimin e pjesës së dytë, perioda 3, aksioni për skuadrën premtare. Isra Dibra ka zotëruar topin, kombinon atje me Trashanin, përsëri Dibra në anësore. Hykaj, gjithnjë vetë dhe përton energjike, por nuk arrin të shënojë aksion dhe konduktum i shpejt i skuadrës Mysafiri me protagoniste Andika Lice, shënon pikën e 18, ngushtohet në 5 pikë diferenca avantazhi i skuadrës shkodrane. Përsëri kapitenja nuk shënon, kapitenja Erika Muqeni. Dibra kombinon atje me numrin 6, Visa Demaj, Sara Demaj. 27 Vllaznia, 20 skuadra premtare. Shpeshherë dallojmë kombinacionet e Dibra Demaj që përfundojnë me sukses. Është Rosës në këtë aksion, Dhellës, në qenji, s'ka të në koha. 24 sekundë në dispozicion për të përfunduar sulmin, nuk arrin të përfundojnë në 2-3 momente. Skuadra Mike që e humbet topin. Dibra, njësë aksion të Vllaznisë. Hykaj, e vetme, depërton, ka fituar gabim personal. Hykaj, një këtë gjuajtje, se nuk i bim dhe topi. Rotëllon në kosh dhe del jashtë, ka dhe një mundësi me Dina Hykaj, kapitenja e Vllaznisë. Nuk shënon as në të dytën. Aksioni për ekipin Mysafir. Gabim personal i shkaktuar nga ekipi Vendas. Luhet minuta 5 për periodën e 3 të ndeshjes. Rezultati është 27 Vllaznia, 20 skuadra premtare. Lice, pastaj Dhellës, Muqeni, kapiteni e skuadrës. Nuk kombinohen që duhet basketbollistët të Mysafire, e humbasin këtë aksion. Duhet thënë të nderuar shikues se kjo ndeshje ka tërhequr jo pak interesimin e tifozërisë shkodrane. Të shikojmë që po ndjekin me shumë interese të gjysmëfinale të parë të kategorisë U18 në basketboll për femra, basketbolli i vajzave, në kategorisë U18, Vllaznia dhe Rosës, vuan për 3 pikë, ka shënuar Demaj, 3 pikë, 29 Vllaznia, 20 skuadra Mysafiri, por jo vetëm që ka shënuar 3 pikë, por ka marrë dhe gabim personal
një shërbim maksimal që jep Dema i Vazhnis në këto momente. Nuk shënon në këtë gjujtë të vetme, po përsi topi është për Vazhnin, Hykaj në tabel, topi për Vazhnin. Ka gabuar Vazhnia në interpretimin e këtij topi nga vija anësore. Takon topi ekipit përmetar. Sulmi është për to, Dhëdhës, nuk shënon. Pastaj Muçenji përsëri Dhëdhës. Që mbul skuadra mysafire për të ngushtuar rezultate për 3 pikë, ka gjuajtur kapitenja Erika Muçenji, nuk shënon. Minuta 6 për periodën e tretë. Rezultati 29 Vazhnia, 20 skuadra mysafire nga Përmeti dhe Rosës. Isra Dibra me topin zotërim, organizatori e Vazhnis. Tashmë është Hykaj. Tentoi për 3 pikë, por e bllokuan për momentin. Përsëri është Dibra. Debuton vetë në tabel, kombinon me kolegën e saj, por nuk arrin të shënojnë dhe tashmë është momenti i sulmit të skuadrës mysafire. Tek Vazhnia, por ka dhe pushim në këto momente për ekipin e Vazhnis. Shërbuar nga trajnerja Ingrid Dashja. Isra Dibra ka shënuar në gjutën e parë të lirë, rezultati shkon 30-20. Ato që nuk shënon në të dytën. Të qohë prestigjuan për 3 pikë, Isra Dibra, jashtëzakonshme. Numri 7 i Vazhnis, një 3 pikësh me shumë vlerë për ekipin Kuqe Blu, rezultati 33-20. Pikërisht atëherë kur i duhej Vazhnis ky avantazh, vjen përmes gjuajtjes spektakël të Isra Dibrës. Kundër përgjigjet me 2 pikë Dhëdhës për ekipin Përmetit dhe kur duhen në 2 minuta nga mbyllja e pjesës e periudhës së tretë të ndeshjes, rezultati është 33 Vazhnia, 22 ekipi përmetar, janë 11 pikë plus Vazhnia. Trashani. E shpërdoron Vazhnia këtë aksion dhe nis aksioni përmetar. Kapitenja Muçenji që shënon dhe merr dhe gabim personal, moment shumë pozitiv për ekipin përmetar në këto momente kur Vazhnia u shkëput me plus 11 pikë. Tashmë është Përmeti që shënon me kapitenin Muçenji dhe ka të drejtën një gjuajtje të lirë që nuk është shënon. Dibra, gjithnjë Dibra, aksioni sa individual, Dibra është penguar me faull, shumë lëvizshme, shumë teknike. Isra Dibra, numri 7 i Vazhnis. Ky moment pozitiv për të shënoj, me parë një 3 pikësh spektakolar. Shënoj dhe një gjutje të lirë. Tashmë është gjutja e radhës e lirë. E ka shënuar shumë rezultative në këto momente. Isra Dibra për ekipin e Vazhnis. Shkon në 10 pikë diferencë, gjutja 2 të lirë. Të radhë nuk i bindë topi. 34 Vazhnia, 24 skuadra përmetare. Aksioni është për
skuadrën e Rosës dhe vetë në mënyrë individuale dhe një kosh spektakolar, do të thënë. Ka shënuar në mënyrën më të bukur numri 12 i skuadrës mysafire. Shënon edhe Vllaznia në këto momente, është me sa shikojmë Trashani. Dhe minuta fundit për periodën e parë, përsëri plus 10 Vllaznia. Dhe Muçenji vazhdon aksioni përmetar. Faul. Topi për Vllaznin, Demaj nga vijensore, Dibra kombinon me Demajn, shikojmë shumë shpesh kombinimin Dibra-Demaj, që rezulton me sukses, përsëri Isa Dibra, të bërton vetë, kombinon atje me numrin 11 të Vllaznisë, Rajon Abizi, por nuk arrin të shënojë Vllaznia, shpërdoron topin edhe skuadra mysafire dhe mbyllet perioda e tretë. Rezultati është 36, Vllaznia 26, skuadra përmetare, edhe 10 minuta nga fundi i krejt takimit. Nisë në këtë momente të ndëruar shikuese perioda e 4 të ndeshjes. Rezultati 36 Vllaznia, 26 skuadra përmetare. Vllaznia po shkon drejt një fitore të merituar dhe nëse e mbyllet me fitore shkon në finale, kur ditën e nesërme do të përballet me fituesen e Tiranës me Goga Basket. Çifti tjetër gjysmë finaliste. Pam Trashanin që shënoi për para pak çastesh për Vllaznin, rriti diferencën e plus 12 për Vllaznin. Dhe ka shpërdoron shpeshherë skuadra përmetare. Shikojmë edhe stafin teknik të ekipit përmetar që është i pakënaqur për shpërdorimin e kohës, se kanë në dispozicion 24 sekondësh, se i dizet shpeshherë, i dizet aksioni, duke mos përmushur konsumimin e aksionit brenda kohës e rregullt. Përsëri skuadra përmetare luan për 3 pikë. Besarda Medko nuk shënon, tashmë është rradha e Aurora Dhedhës, por përsëri dhe Sara Kimul nuk shënon, Nisë Medko, aksioni për Vllaznin dhe përsëri të nderuar shikues, thama ajo që i komentuam më herët, dyshja Dibra dhe Demaj është shumë rezultative. Pasimi i Dibrës për Demaj dhe koshi i Demajt e rrit diferencën e 20-26 për Vllaznin. Për Vllaznin nga vijensore. Dibra kombinon me Demajn si zakonisht, pastaj është edhe Trashani, kapitenja Ykaj. Dibra tenton vetë. Topi është përsëri për Vllaznin, tentoi të kombinonte me Rajan Abizin. Dhe jashtëzakonshëm ky kombinacion
Prostri Dibra protagoniste këtë rrallë me Trashanin. Kombinimi ideal që rrit diferencën në ndjeshme, 42 vllaznia 16 skuadra Varrosës së Përmetit. Nis aksioni i vllaznis. Dibra, Trashani, gabim personal i shkaktuar në dëm të vllaznis, pushim i kërkuar nga skuadra përmetare dhe trajnerja Anila Çobo, se ka përkrah një veteran të ndëruar të basketbollit përmetar, si sportist dhe si trajner. Përfundon pushimi i kërkuar nga stafi teknik i ekipit përmetar. Kujtojmë që në pankinën e Përmetit krahas trajnerës Anila Çobo është edhe veterani i nderuar i basketbollit përmetar, trajneri veteran Ethem Kaso, shumë energjik, shumë aktiv në këtë ndeshje, përkrah kolegës së saj, duke kërkuar që skuadra e tij përmetare të mos humbas këtë gjysmë finale, por duket që po shkon drejt fitores vllaznia. Kapitenja Medina Hykaj, dyta parë lirë, nuk shënon. Shënon në të dytën. 43 vllaznia, 26 Varrosës, ekipi përmetar. Aksioni është për to. Lice, pastaj Metko, Posteri Lice, pas edhe Cangullari dhe ka shënuar skuadra mysafire pikën e 28 ndaj 43 të vllaznis. Dibra me topin zotërim. Demaj. Shënon Demaj, e qet, e sakt, plot siguri, e qonë në 45 shifrën e vllaznis ndaj 28 skuadrës përmetare, kur duhen edhe 6 minuta dhe 20 sekonda nga fundi i takimit. Vllaznia duket se është tashmë e sigurt në këtë fitore. Luan për 3 pikë dhe i ka shënuar Besarda Metko. Një gjuhetje spektakël e saj nga distanca dhe jep një frymëmarrje ekipit të saj. Shikojmë edhe trajnerin Ethem Kaso që mobilizon skuadrën dhe duket se i thotë që luani kështu si ishte kjo gjuhetje. Tjetër sulmi i skuadrës mysafire është kapitenja Erika Muçenji. Ose i topi është për ekipin përmetar. Kujtojmë që takimi po gjykohet nga arbitrat e DEA, Hushi, Sergio Gjoni dhe Vironcin Ndreu. Tjetër kosht 3 pikësh i skuadrës përmetare këtë radhë nga numri 12 Aurora Vedhes. Ngushtohet rezultati i avantazhit të vllaznis dhe ka optimizëm në kampin përmetar. Dibra për 3 pikë, nuk arrin të shënoj, tashmë aksioni është për ekipin mysafir. Është Lice, pastaj Vedhes. Për 3 pikë Metko, por është pas sakt. Edhe 5 minuta nga fundi i krejt ndeshjes. Edhe 5 minuta nga perioda e 4 dhe fundi i krejt ndeshjes. Dibra kombinon me Demajn. Pastaj Hykaj, kapitenja skuadrës skuadranëve në Hykaj e vetë me aksion individual, por nuk e përfundon me sukses. Tashmë aksioni përmetar, Vedhes për 3 pikë, Gjuan Metko, nuk shënon përsëri Metko,
Pastaj edhe kapitenja Erika Muçeni shënon 3 pikë, 37 skuadra përmetare, 45 vllaznia. Tjetër pushim i kërkuar nga trajnerja e Vllaznis, Ingrid Dashja dhe kolegu i saj Raimond Trasha. Edhe 4 minuta 22 sekonda nga përfundimi i ndeshjes. Ka duar tërkitje në këtë momente nga kampi përmetar, nga një grup tifozësh që kanë udhëtuar nga Përmeti për të mbështetur skuadrën e tyre. Këti moment ishte pozitiv për skuadrën përmetare që ngushtoi diferencën e rezultatit, që është aktualisht 45 vllaznia, 37 dhe Rosës i Përmetit. Hykaj, gabim personal i shkaktuar në dëm të saj. Dibra shkaktuar faul. Topi për dhe Rosës. Edhe 4 minuta dhe 3 sekonda nga fundi i kretë ndeshjes. 45 vllaznia, 37 ekipi përmetar. Gabim personal i shkaktuar nga Hykaj. Topi dënësore për ekipin Mysafir. 3 pika gjuajtur. Lice nuk shënon, por shënon kapitenja Muçeni. 45 vllaznia, 39 ekipi përmetar ngushtohet në 6 pikë. Diferenca kur ishte në kufit 20 pikëve. Tjetër gabimi i Vllaznis janë momente çaste hutimi. Duke se do të kemi pushim, kështu pam edhe kolegun e trajnerës Ingrid Dashja, Raimond Trasha, që i bëri me shenjë se do të ishte me interes një pushim për Vllaznin. Gabon skuadra kundërshtare dhe tashmë gabim personal në dëm të kapitenis Medina Hykaj. Edhe 3 minuta dhe 10 sekonda nga fundi. Vllaznia 45, ekipi përmetar dhe Rosës 39. Gjytja parë e lirë nga Medina Hykaj. Nuk e shënon. Edhe një mundësi për Hykaj. Nuk shënon dhe ashtë të dytën. Është shumë rezultative gjatë lojës Hykaj, por me gjytet e lira ka paksa probleme, që edhe duhet ta riparoj këtë defekt. Shënon Kështëri, skuadra përmetare e Dhëvës, 45 vllaznia, 41 ekipi dhe Rosës, vetëm 4 pikë plus vllaznia. Isa Dibra me topin zotrin. Minon me Dejmajn, se nuk shënon. E kjo është një moment kritik për Vllaznin, nëse shënon skuadra përmetare, atëherë gjërat vështirësohen. Por gabon ekipi Mysafir, Dibra, Isa Dibra e vetë në tabel ka shënuar. Isa Dibra! Aksioni saj individual. 47 vllaznia, 21 skuadra përmetare. Momenti më i dur që Isa Dibra shënoi për Vllaznin, duke i dhënë sigurinë, qetësinë skuadrës kuqe blu.
Në një moment kur skuadra kundërshtare nga përmeti u afrua së tepërmi deri në 4 pikë, por depërtimi me suksese Isa Dibrës ka fiksuar rezultatin 47, Vllaznia 41. Skuadra përmetare kur duhen edhe 2 minuta dhe 2 sekonda nga fundi. 2 gjytë të tjera për skuadrën mysafire. Besarda Metko nuk shënon më të parën, ka entuziazëm nga tifozëria shkodrane që kërkon fitoren e Vllaznisë në mënyrë që kjo skuadra të shkojë në finale. Gjytja dytë dhe shënon të dytën Metko, pika 22 për skuadrën përmetare ndaj 47 e Vllaznisë. Ka filluar minuta para fundit. Dibra kombinon me Demajn. Dibra përsëri. Nuk arrin të kombinojë me kolegët e saj, aksioni është për skuadrën përmetare. Gabim personal në sulm, kështu janë të mendimit. Gjyqtarët e ndeshjes, Dea Hushi, Sergio Gjoni dhe Vjorencin Ndreu, kur duhet edhe 1 minutë dhe 36 sekonda nga fundi. Rezultati 47 Vllaznia 42. Skuadra përmetare, topi për Vllaznin. Dema e kalon tek Dibra. Gjithnjë Dibra kombinon me kolegen Hykaj. Ka fituar, ka shkaktuar faul Trashani. Topi për skuadrën mysafire, moment tjetër pozitiv për ekipin mysafir për të shkurtuar diferencën e dizavantazhit. Por është Hykaj që ka rrëmbyer këtë top ekipit kundërshtar vetë ajo, ka shënuar Medina Hykaj. Doshta Kozhi vendimtar për fitoren e Vllaznisë, 49 me 42. Aksioni për skuadrën mysafire, gjuan për 3 pikë dhe ka shënuar mrekullisht numri 1 Lice. Përsëri emocione. Minuta fundit. Vllaznia 49, ekipi përmetar 45. Aksioni për Vllaznin. Edhe 42 sekonda lojë. Hykaj e vetme në tabel. Isa Diba për 3 pikë. I ka shënuar. E jashtëzakonshme. Isa Dibra ka ngritur peshë entuziazmin e tifozërisë shkodrane me këto 3 pikësh, ndoshta vendimtar për fitoren e Vllaznisë. Vllaznia 52, skuadra përmetare 45. Dështon sulmi skuadrës mysafire edhe 24 sekonda lojë dhe rezultati është në favorin e Vllaznisë 52 me 45. Shumë emocione. Të nderuar shikues, shumë emocione në këtë ndeshje që po transmetohet nga portali Verius Sport. Jemi në pallatin e sportit që atë ndërvishit të Shkodrës në momentet e fundit të takimit. Edhe 10 sekonda topi për Vllaznin, kapitenja Hykaj. Përsëri topi për Vllaznin. Demaj për 3 pikë, nuk arrin të shënojë, por ka përfunduar gjithçka. Vllaznia fituese 52 me 45.